është koha për veprime të qarta dhe të vendosura. Po ndryshimi nuk vjen vetëm përmes ligjeve. Ai kërkon një angazhim të palodhshëm nga qeveria, shoqëria civile dhe familjet, që mbështetja të jetë e zbatueshme dhe e qëndrueshme. Shërbimet tona duhet të përmbushit nevojat e çdo personi me autizëm dhe nevoja të veçanta. Nevojitet një monitorim i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve terapeutike, sepse çdo fëmijë meriton qasje të barabartë në arsim dhe shëndetësi. Ne angazhohemi që personat me autizëm të jenë pjesë aktive e shoqërisë, duke u afruar atyre mundësi punësimi dhe integrimi, sepse një shoqëri e shëndosh është ajo që pranon diversitetin pa paragjykime e gjykime. Sot i ftojmë të gjithë ju qytetarë, vendimarrës dhe organizata të bashkoheni në këtë mision me rëndësi. Le të punojmë së bashku për një të ardhme të sigurt, të qëndrueshme dhe të barabartë për fëmijët me autizëm.